Çfarë u bë me këta 4.300.000 euro? Çfarë u bë? Ku u shpenzuan? Ka një faturë? Kaq kushtoi kjo, kaq kushtoi kjo, kaq kushtoi kjo, kaq kushtoi kjo, kaq kushtoi kjo? Çfarë ishte konkretisht gjë? Blet bileta ju dhe ju shpërndat njerëzve, nuk ju mbush. Çfarë ishte? Si e shpëtuat aktiviteti? Dhe nderin e Shqipërisë me këtë rast. Atëherë, aktiviteti ka pasur një plan biznesi që përmenda. Plan biznesi ka pasur një program pagesash, i cili përkonte me të ardhurat, sipas fazave të mbledhjes tyre, nga shitjet, nga sponsorët, nga donatorët e tjerë, siç bëhet për çdo event. Kuptohet që kjo pjesë, pra ky proces u kushtëzuar rënd nga situata që u përballëm pa e ditur, pra në muajt e fillimit protestës, dhe edhe nga pikpamja atyre bizneseve i do donin të ishin mbështetës, po që anët e muan se po ta bënin këtë gjë, do ndërhyej për imazhin e tyre, patëm një betejë e cila lidhej më pas edhe deri me nivelet e reviewve, shumë biznese janë ndjerë shumë të kërcënuara që të ishin të lirshme për të ndihmuar aktivitetin, dhe kjo kosto e ardhur në mënyrë kaq paparashikuar, natyrisht që erdhi tek një mbledhje e të gjitha faturave të fundit, të fazës fundit të realizimit të eventit, të cilat nuk mund të paguheshin dot. Dhe për këtë arsye promotorët kërkuan mbështetjen e qeverisë, e cila ishte angazhuar që prej fillimit për mbështetjen në çdo aspekt të eventit, por jo të zërave që kishin bënin me koncertin vetvete, pra për pjesën e pagesave që kishin bënin me fitë e artistit, me fitë të ndryshme, me rata të pagesave të ndryshme të cilat ishin bërë herën e parë nga promotori, herën e dytë nga promotori, herën e tretë nuk po bëheshin dot nga promotori, sepse promotori ishte në vështirësi. Pra promotori gjerman dhe promotori shqiptar. Privat, patjetër. Dhe neve nuk kemi një, si më thënë, realitet abstrakt i pandjeshëm ndaj zhvillimeve në treg. Ne nuk kemi një mur mes nesh dhe tregut. Po faleminderit zoti Gonxhe, të lutem. Jo, edhe një gjë. Të lutem sepse patjetër që pagesat janë të gjitha me një listë artikush, kontratash, pagesash, të gjitha të cilat janë të raportuara në materialet e depozituara në dosjen përkatëse. Faleminderit. Po zoti Strazimiri? Fal. Unë pikërisht këtë ju kërkova. Nuk ju kërkova fjalë. U bëhet fjalë për shifra, cilat janë pagesat. Më ka kushtuar kaq kjo. Deri tani, ajo që unë kuptova, është që ju keni shpëtuar me këto 4.300.000 euro nderin e Shqipërisë, sepse i keni nxjerr plan biznesin e Kanye Westit dhe të atyre që do të fitonin nga kjo punë, i keni nxjerr me fitimin siç e kishim planifikuar. Dhe atë fitim e kemi paguar ne këtë thatë ju deri tani. Promotorët kishin një plan biznesi, plani i biznesit është kaq shpenzime, kaq do të kemi të ardhura, diferenca është fitimi, të cilin nuk e realizohen dot për arsyet që ju thatë. Këtu keni ndërhyr ju për të shpëtuar faqen Shqipërisë që Kanye Westi dhe promotorët të mos dilnin me humbje në këtë biznes. Tashti, në mënyrë të vazhdueshme me çështje biletash, shera e dytë që ti përfshihesh në këtë punë, mor zotëri. E gjen vetë apo të gjen fati ty, se në 2001 me Skorpionsat po këtë muhabet kishin $900.000 ishin atëherë. Sot e ke 4.300.000 euro. Herës tjetër sa do e kesh faturën ti kur vi puna për të shpëtuar nderin e Shqipërisë me koncerte privatësh që na dalin në vështirësi sepse nuk arrin dot të kryen fitimin. Dhe ti, shteti që nuk ka ilaçe ke onkologjiku për fëmijët me kancer, i gjen legët për shpëtuar nderin e Shqipërisë 4.300.000 euro ti, që të dali me fitimin që kishte planifikuar përpara Kanye Westit. E gjen vetë kët apo të gjen fati keq ty gjithmonë sa herë vjen puna për bileta, për Skorpionsat Kanye Westit, ku diun Jennifer Lopez lexova para kurva. Keni bërë plan tjetër për cilët një tjetër me bileta të jepni prap lek? Kjo është pyetja. Po faleminderit zoti Strazimiri, zoti Gonxhe, zoti ministër, do t'ju lutem shumë shkurt. Po pse un kam qenë gjatë në përgjigje? Jo, shiko, problemi është sepse ju sot jeni dhe në dy komisione tjera, njërin e mbarut, jeni dhe te ekonomia. Po për të njëjtën gjë. Ndërkohë që në këtë komision shqyrtohet vetëm bazueshmëria nga pikpamja kushtetuese dhe e ligjit në fuqi. Pra ne këtu analizojmë vetëm a janë kushtet e neni 101 kushtetues Republikës Shqipërisë dhe në hierarkinë e akteve në 116 e kushtetues, a e ka drejtën Këshilli i Ministrave të operojë me akt normativ. Kaq. Pastaj a prek fondin rezerva, po prek buxhetin është gjë tjetër. Të lutem shumë shkurt për përgjigjet e zotit Strazimiri. Po
pyetjet më pas ishin krejt politike dhe gati personale. Unë këtu nuk jam për të bërë fushat as personale, as për të mbrojt aktet e mia para 20 vjetësh, në rast se duhet e bëj. Jo, nuk është nevoja. Por besoj që nuk është në interesin e... Zoti Blushi, ke fjalën për pyetje dhe të lutëm ti jesh racional me kohën, që të mos detyron pastaj të ndërhyj. Unë për përmbledh kryetar nuk kam asnjë pyetje, sepse është e qartë që sot keni sjellë një akt për të ligjëruar një vjedhje. Keni vjedhur 4.3 milion euro taksa të shqiptarëve, një çështje të cilën me të drejtë evidentoi edhe kolegu Strazimiri, pra ka filluar kjo çështje e vjedhjes me koncertet nga Skorpionsa në 2000 ishin, ka qenë 650.000 marka në atë kohë. U ngritë një komision parlamentar. Tani sërish Blendi Gonxhe tek Kanye Westi. Franga, aq më keq akoma, se pas ka qenë vlerë akoma dhe më e madhe. Sot keni sjell një akt, pra kërkoni të ligjëroni një vjedhje. Dhe për më tepër kërkoj totalisht i mbrapsh, këtu në komision parlamentar, je në Kuvendin e Shqipërisë, nuk mund të fyesh ti asnjë protestues. Nuk e ke këtë të drejtë. Sepse në qoftë se jeni kaq trim, dilni te sheshi dhe mos u fshini pas makinave kur ju gjuan me vezë. Se duke përdorur të tilla terma edhe ato vezi keni pak. Nuk mund të fyesh. Zoti Blushi. Nuk mund të fyej ministri. Merru me aktin normativ. Zoti kryetar, është e patolerueshme që të përdoret kjo përtore. Sepse ministri këtu përfaqëson Këshillin e Ministrave. Ai nuk i takon atij. Nuk është karigja e Blendi Gonxhes, është karigja e ministrit. Po patjetër me ministrit. Që fyen këtu çdo shqiptar, unë nuk mund të toleroj as ti quaj as pse kë fyu ministri. Fyu protestuesit pra, ju tha Don Kishot, se ju nuk i bën përshtypje. Po shlidh ty me protestuesit jashtë, se këtë se kuptoj. Mua më lidhin me protestuesit, më lidhin 5 kërkesat e tyre të drejta. Kërkesat ama. Po, se vetë atje në shef, sepse kemi të bëjmë me një vjedhje, pra vjen një ministër këtu për të na mbushur mendjen e për kushtet e emergjencës, kur njerëzit po humbin jetën për shuma qesharake. Kur QSUT-ja shpall listën që s'ka gjilpëra në spitale. Dhe ministri quan këtu protestuesit Don Kishot, pse protestojnë ata që të vjedh Edi Rama me Blendi Gonxhen. Dhe kemi ne të drejtën të fyem. Ajo karike nuk është e Blendi Gonxhes. Ndaj i kërkoj tani të tërheq mbrapsht ato fjalë dhe ato vezë që i gjuajnë ka pak. E para, e dyta, unë nuk e shpjegoj dot si ka mundësi. Pra, i keni vjedhur paret dhe tani vini në komision për të ligjëruar çfarë. Do i kthej Kanye Westi në rast se ne nuk i japim okay këtij akti, do na i kthej parat, do e kthej parat shqiptarëve. Kush i ishte emergjenca? Emergjencë sot janë ato fshatra dhe qytete që po digjen, po përvolojnë nga zjarre dhe si qeveri s'keni ngritur dorën për të miratuar qoftë edhe blerjen e një avioni për të fikur zjarret. Emergjenca janë ata njerëz që po humbin jetën në spitale sepse qeveria s'ka 10.000 euro apo 20.000 euro apo 75.000 euro për të bler poltronat onkologjiku. Imazhin e Shqipërisë nuk e kanë dëmtuar, por e keni dëmtuar ju me vjedhjet tuaja. Uroja shumë që të kishin nxjerrë mësime nga diga, po Edi Rama sa herë është keq ju nxjerr ju për të përmbytur. Po faleminderit zoti Blushi. Ndaj kryetari ju lutem. Edhe për opinionin. Nuk mund të vijoj kjo mbledhje këtu duke fyer shqiptarët në këdo. Të lutem. Qoftë edhe një shqiptar të vet. Po mbledhjen fatmirësisht e drejtoj unë këtu, jo ti. Po nuk ka të drejtë ministri. Të lutem. Ka mundësi. Nuk ka të. Po ta kam mesh drejt në fjalës po burr tani. Unë ta kam mesh drejt në fjalës tani. Unë nuk e di. Po mos e prano më burr. Kush po të detyron ta pranojsh? Mos e prano. Ke votën, shprehu me votë. Ndërsa qendrimet politike mbaj edhe në komision dhe në sallë. Tani ti thua ti po është për ty pra. Po, është për ty kjo gjë. Të lutem. Tani lëre politikën e madhe këtu se jemi për tjetër gjë. Shumë faleminderit zoti ministër. Po. Zoti ministër, të lutem, përpara se sa ta hedh votim aktin normativ, ju lutem një përmbledhje të shkurtër të asaj për të cilën ky komision do të shprehet. Roli juaj si ministri dhe i shtetit të koncert, nevoja dhe urgjenca siç është arsyetuar në relacion, dhe çfarë ishin kostot dhe përfitimet e këtij eventi me përmasa ndërkombëtare. Pra çfarë pasojash do të kishim në rast se do të dështonte koncerti dhe cilat janë përfitimet e Shqipërisë në rastin konkret nga zhvillimi i këtij koncerti. Por i du në mënyrë të përmbledhur
sepse mbas kësaj do ta hedhim votim aktin. Dakor? Ministër, fjala është për ju. Po. Tani, çdo referim me të shkuarën vetëm sa e përforcon themi arsyen e veprimit ton të drejtë në rastin në fjalë, se të vësh në referim tu një eveniment të një kohe kur Tirana u gjet nga ne në nivelin e një Kandahari dhe ta krahasosh atë dhe ku wind of change dhe ku era e ndryshimit ka ardhur në Shqipëri dhe e kam organizuar pritjen me pulmanin e Enver Hoxhës dhe kur ka ardhur ekipi dhe kur ka ardhur pastaj grupi i këngëtarëve të Scorpions kanë qarë në Rinas, sepse nuk e kam pritur që të ishin në bencin e diktatorit, për t'i dhënë atyre një ndjeshmëri dhe një eksperiencë të jashtëzakonshme në vendin e katandisur si një Kandahar nga keqeverisja e Partisë Demokratike të asaj kohe, ku edhe ngjarja e lidhur me të ashtu quajturën digën e famshme, vinte nga një projekt i marrë në dorëzim jashtë çdo standardi i rikonstruksionit digës, ku kishin haruar të vinin rjeta në portën shkarkuse të digës dhe ku me të drejtë roja i shërbimit të një nate me i përmbytje të jashtëzakonshme ka bërë një shkarkim provizor të një sasie ujë që ishte në ndim të strukturës të digës dhe diga dhe porta nuk mbyllej dot për shkak se investimi i bërë nga administrata e Partisë Demokratike ishte cop dhe standardi jon moral në atë kohë ka qenë ku e ku Zoti Ministër, i ka ezauruar koha dhe drejtësia këto gjërat, lutem. Pra, tani këto referenca vetëm sa nuk është të ta rikthesh në kohë një ngjarje për cilën ka fol drejtësia, ta rikthesh kohë pse e kërkon zoti Blushi. Lutem shumë, një përmbledhje jo s'ka zoti Blushi, nuk e merr sot fjalën. Për fitimet ekonomike për këtë që unë nuk kam folur për institucione protestës zoti Blushi, se e respektoj shumë. Unë jam protestues jo prej buk peshku zoti Blushi, unë jam protestues që ka marr plumba, gur, thyer dyer, xhama me fëmijën në prehër, i mat, ka mbrojtur familjen, bashortën time, se ne kemi qenë në situata që as mund të imagjinosh ndoshta, dhe ne i përkasim një kohë që kemi luftuar për lirinë dhe kemi luftuar me sakrifica deri dhe rreziku jete, deri në familje, deri te familjar. Dhe ne as nuk e diskutojmë që nuk diskutohet respekti ynë për institucionin e protestës, por një tuf budallesh e cilësuar, një tuf budallesh e cila gjuan me gur dhe me pllaka nga hyrja e parlamentit, nuk diskutohet që populli e ka thënë hapi rrugën budallajt dhe neve ato tufe cilësojmë të ati niveli. Tani, ja shpjegova dallimin mes protestës qytetare, po budallëve çfarë do t'i bëjun, do t'i fyej si. Tani, akti, jo, në rregull, i kthemi akti. Të përdori rregulloren e kuvendit ka dhe përjashtim nga komisioni. Ka dhe rregullore. Thash një grup i dhunshëm që gjuan me pllaka. Nuk thash shqiptarëve, zoti Blushi. Zoti Gonxhe, shumë faleminderit. Të lutem mbyllë mikrofonin. Besoj që problemet në interes të komisioni dolën. Pjesa tjetër e diskutimit është qëndrim politik dhe opinione politike. Është edhe çështje vizioni në fund ditës, zoti Blushi. Të lutem.